Donald Trump ka hedhur idenë e një super projekti mbrojtjes Kupole Art, një rrjet i sofistikuar kundërraketor që synon ta bëjë SHBA-n në praktik të paprekshme nga një sulm me raketa. I frymëzuar nga kupola e hekur të izraelite, por në një shkallë shumë më të madhe, ky sistem do të kombinojë satelit, radar toksor orbital për të zbuluar dhe neutralizuar kërcënimet ajrore, nga raketat balistike deri tek ato hipersonike. Kostoja është marramëndse, fillimisht vlerësohet në $175 miliard, por projeksionet afatgjat arrin deri në 500 miliard, sipas zyrës së buxhetit të Kongresit. Projekti po nxit tensione ndërkombëtare, duke filluar nga Kina, Rusia dhe Korea e Veriut, e shohin si një kërcënim serioz për balancën strategjike globale dhe e paralajmërojnë për një garë të re armatimesh në hapësirë. Dhe Trump e ka përdorur këtë ide për të forcuar mesazhin e tij publik, madje ka bërë një ofertë provokuese për Kanadan që të kontribuojë financiarisht ose të bëhet shteti 51 i SHBA-s. Nga ana teknologjike, projekti mbetet një sfidë kolosale. Ekspertët janë të ndarë mbi funksionalitetin dhe efektivitetin e tij, por dhe Trump, Kupole Art, është një simbol i forcës dhe sovranitetit amerikan. Në thelb, ideja nuk është vetëm mbrojtëse, ajo rikthen ambicien e SHBA-s të pathyeshme dhe vendos pyetjen thelbësore: a është kjo një garanci sigurie apo një përshkallëzim i rrezikshëm global?